Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimin të nësi të akujmë vetëm Allah subhana, ata e losë dhe ati përgjërohem që ta lavdroj dhe të bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përzgjedhur. Të nduar vëllezër dhe motra, në çdo shtjellim, në çdo temë dhe çdo koncept, prej gjonave ma themelore dhe ndoshta më domethënëse është qasja dhe zbërthimi ose shtjellimi që i qasët esencës dhe bërthamës së problematikës. Shpesh ne mund të jemi të informuar mirë rreth një diçkaje, mirë po në domethënjet më periferike të saj, dhe ky mirë informim është i padenjë për sa kohë që ne nuk kemi një informim të denjë përkitazi me esencën, me bërthamën, me thelbin e asaj domethënie, të asaj teme, të ati koncepti ose të ati botë kuptimi. E njëjta vlen edhe të çështja e fetarisë, të çështja e konceptit të adhurimit, në rastin tonë që jemi në vargun e gjatave që ka të bëjmë me shëmbulltyrat e përkushtimit fetar, saktësisht të përkushtimit në adhurimin te Allah subhanahu wa taala. Në të vërtetë, përgjigjet më të mëdha që njeriu i kërkon në këtë jetë janë edhe ato të cilat mund të konstatojmë që edhe japin në rahatin më të madhe. Pyetjet më delikate kërkojmë përgjigje të mëdha dhe rrjedhimisht pyetjet më delikate janë ato të cilat shkaktojnë parahatin më të madhe në jetë dhe përgjigjet e kësaj natyre janë ato të cilat e japin rahatin më të madhe në jetë. Ndaj një pjesë e fetarisë së njerëzve është e parahatshme, pikërisht sepse nuk kanë gjetur përgjigjet që kanë të bëjnë me thelbin, me bërthamën dhe me pjesën më esenciale dhe më thelpsore të asaj domethënia, atij koncepti fetar, ose në përgjithësi të asaj hartës edhe forafisë së madhe të fesë. Për këtë arsye është shumë thelpsore që në piknisje të këtij vargu, donse vargu i dedikohet njerëzve të cilët parimisht e kanë një piknisje fillestare fetare, nuk është ngjarja e tyre përkitazi me njoftimin me shëmbulltyrat, një ngjarje që nuk është paraprirë me një fetari paraprake, megjithatë, gjithsesi prej nesh do duhej gjithherë teksa i qaset temave me rëndësi të veçantë, teksa i qaset temave të cilat kanë potencial të madh për të bërë ndryshim të madh tek ai, saktësisht për t'ia ndryshuar qasjen ose për t'ia ndryshuar vrullin e curisë, po edhe ndoshta për t'ia ndryshuar motivimin në raport me veprën, është mirë që të kthehemi tek esenca, është mirë që të kthehemi tek bërthama, është mirë që të kthehemi tek piknisja dhe tek kushtimisht thënë filli dhe gjeneza, domethënë e vlerës ose e konceptit ose edhe adhurimit. Për arsye është një koncept fetar që do duhet gjithsesi sonte ta trajtojmë në fillim. Përpjekjet fetare janë përpjekje për t'u afruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe afrimi me Allah subhanahu wa taala nuk mendohet ndryshe vetë se duke pasur një mendim të mirëfillt për Zotin fuqiplot. Dhe ky mendim i mirëfillt ka të bëjë me njohjen e denjësisë së tij. Për çka është i denj Zoti dhe si e njohim ne denjësinë e tij? E njohim atë të denj në hynishmërinë e tij, që ai krijon, ai furnizon, ai drejton gjithësinë, tokën dhe jetën tonë e kështu me radhë. Dhe kjo është hynishmëria e tij që ai na ka sjellë neve në ekzistencë, ai na sundon neve dhe me urdhrin dhe mbarështimin e tij ne jetojmë. Denjësia e tij është një ashtu edhe njësimi i tij në adhurim. Është ideja që ne ta njësojmë atë me adhurim, do të mos e adhurojmë asgjë tjetër përveç tij. Si edhe denjësi e tij është edhe t'ia përshkruajmë dhe ta besojmë me emrat dhe cilësitë e tij absolute. Pikërisht kjo e treta, po që realisht ka të bëjë edhe me të parën dhe me të dytën, është një ndalje që është shumë thelpsore për ta kuptuar konceptin e adhurimit. Njohja Allah subhanahu wa taala është njohja mangët nëse nuk e njohim absolutësinë e tij. Allah subhanahu wa taala, Zoti i Madhreshëm, është absolut në çdo vlerë të tij, është absolut në çdo domethënie të tij, është absolut në gjithçka që i përshkruhet atij. Saktësisht është absolut që nuk i përshkruhet asnjë mangësi, asnjë cen dhe asnjë, do thotë, një emet apo domethënë diçka e cila përbën të kundërtën e përsosmërisë, të përkryrjes dhe absolutësisë. Dhe në këtë varg të absolutësisë që ne besojmë për Allahun subhanahu wa taala, është edhe, do thotë, urtësia e tij absolute. Allahu i Madhreshëm, me dijen e tij absolute dhe me vetitë e tij absolute, përshkruhet që është, do thotë, i urtë i absolut. Gjithçka
e ka vënë në kohën e vet, në vendin e vet, në masën e vet dhe asnjë gjë nuk është do thot pa një urësi. Asgjë nuk është do thot pa një plan të mirëfill dhe të denj. Dhe nëse këtë e mendojmë kësaj për Allahun subhanahu wa taala, i bie që njohja Allah subhanahu wa taala do të thot edhe njohja e absolutësisë së tij në urësinë e tij absolute. Dhe Allahu i Madhërisht e ka krijuar njeriun dhe padyshim kjo ka ndodhur me një urtësi të plotë. Për arsye Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na sjell dy domethënie, të cilat i sjell si të përplasshme me njëra tjetrën, mirë për të na sjellur deri tek e vërtet që ka të bëjë me njohjen e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot ne nuk i kemi krijuar qejt dhe tokën, sikurse nuk i kemi krijuar gjithçka që ka ndërmjet tyre, nuk i kemi krijuar duke bërë lojë, nuk i kemi krijuar duke bërë diçka thjesht si mahi, si loje. Në të vërtetë, thot Allah subhanahu wa taala, ne i krijuam ato, do thot qiellin, tokën dhe gjithçka ndërmjet tyre, i kemi krijuar me të vërtetën. I kemi krijuar me një koncept të vërtetë, thot por shumica e njerëzve, shumica e tyre nuk e dinë. Në këtë ajet Allah subhanahu wa taala po e mohon ato të cilët ne duhet t'ia mohojmë Zotit, e që është do thot kotësia, e që është paqëllimësia, e që është do thot loja dhe mahia. Në kuptimin që nuk ka bërë Zoti diçka thjesht për ta bërë si lojë dhe si mahi, po e ka bërë me një qëllim. Jo pjesa ka të bëjë me pjesën e mohimit, atë që ja mohojmë Zotit të Madhërisht. Sigurisht Allah subhanahu wa taala në formë të pyetjes thot kësaj, thot: a menduat ju thot se ne ju kemi krijuar kot dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne? A menduat se ne ju kemi krijuar pa një qëllim, krejt kot, në një kotësi, në një ngjarje koti dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne? I lartësuar qoftë Allahu. Është lart Zotit që ti mendohet Zotit kjo. Është lart Zotit që ti përshkruhet do thot kotësia. Thot Allahu është sëndues i vërtet dhe s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu taala, Zotit të Arshit Fisnik. Kështu që në këto dy ajete ne kemi dy koncepte. Koncepti i parë është koncepti i kotësisë, i cili vjen si e kundërta i konceptit të vërtetësisë. Allah subhanahu wa taala thotë e kemi krijuar me të vërtetën, me konceptin e së vërtetës. Dhe nuk e kemi krijuar me konceptin e të kotës, me konceptin e lojës, me konceptin e paqëllimësisë dhe me konceptin e pa një përcaktim të urtë të vlerave dhe do thot itinerarit e kështu me radhë. Kështu që nëse ne të parën, do thot çështjen e kotësisë, ja mohojmë Allahu subhanahu wa taala. Atëherë çka i pohojmë Allahut? Allahut i pohojmë urtësinë absolute. Allahut i pohojmë dijen absolute. Dhe nëse i pohojmë Allahu subhanahu wa taala urtësinë absolute, atëherë duhet ta bëjmë pyetjen jetike që realisht do thotë ka të bëjë me pikërisht esencën e kësaj ligjërate. Atëherë nëse Allahu nuk pas ka krijuar kot, nuk pas ka krijuar pa qëllim. Nëse nuk ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për lojë, nëse nuk ka krijuar për mahi dhe për do thot forma të paqëllimta. Atëherë cili është qëllimi i vërtetë ose cila është e vërteta? E vërteta është pikërisht ajo që Allahu subhanahu wa taala ka deklaruar vetë në Kur'an, e që Allahu i Madhërisht thotë dhe njerëzit dhe xhenët i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Do thotë kur Allahu i Madhërisht e mohon kotësinë e pastaj e pohon vërtetësinë, ne do të duhet të ishim shumë, do thotë, kurreshtar për ta zbuluar këtë vërtetësi. Atëherë cila është e vërteta? E vërteta është kjo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, që xhenët dhe njerëzit i kam krijuar që të më adhurojnë. Kështu që adhurimi Allahu subhanahu wa taala është qëllimi i ekzistencës. Dhe filozofia e ekzistencës sonë shpjegohet vetëm në saj të kësaj. Do të cili do interpretim tjetër, që mund do ta bëj të logjikshëm dhe të kapshëm dhe të arsyeshëm ekzistencën pa këtë qëllim që është adhurimi i krijuesit i cili na ka sjellë në ekzistencë, realisht do thotë është interpretim i mangët, i paplot dhe në parim do thot interpretimi i cili bie ndesh me këtë të vërtetë madhe, e cila vërtetë e madhe thotë që nëse nuk ja pohojmë Allah subhanahu wa taala urtësinë që na ka krijuar për të adhuruar atë, sikurse po e akuzojmë, sikurse do thot po e ofendojmë Allahun duke ja përshkruar atij do thot kotësinë, ekzistencën ose krijimin e ekzistencës së sajuar nga Zoti si një ekzistencë do thotë e pa qëllim dhe e pa domethënie. Dhe pikërisht kjo që është arsyeja e ekzistencës, pikërisht kjo që është arsyeja e ekzistencës tonë në këtë botë, pikërisht kjo është edhe arsyeja e dërgimit të profetëve.
Pikërisht kjo është arsyeja edhe e zbritjes së librave dhe fletueshkave nga ana e Zotit tek profetët e tij. Pikërisht kjo është arsyeja e ndarjes më të madhe të njerëzve. Pikërisht kjo është arsyeja e përplasjes së qytetërimeve dhe ngritjeve të qytetërimeve. Pikërisht kjo është krejt ato ngjarje, krejt ato rrëfime që kanë bënë me profetët. Krejt ajo gamë e madhe e profetëve që janë dërguar tek popujt e tyre ka të bëjë pikërisht me këtë. Dhe kjo është arsyeja kryesore që do të ndahen njerëzit në banorë të xhenetit dhe në banorë të xhenemit. Do të thotë arsyeja kryesore është do të thotë realizimi i qëllimit të krijimit që është adhurimi Allahu subhanahu wa taala dhe njëjësimi i tij, duke veçuar Allahu subhanahu wa taala do të thotë me adhurim. Kështu që nëse kemi këtë në konsideratë si piknisje të këtij shtjellimi, do duaj që gjithherë në jetë, gjithherë në trajtesat fetare, gjithherë në temat e mëdha, ta sforconim piknisjen dhe themelin. Themeli i fetarisë është kjo domethënie, që ne jemi të krijuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ndoshta, sidomos në këto ditë të Ramazanit, ne vëmë re fjala bie për shembull që një motivim është i shtuar shkaku i asaj atmosferës së madhe që ka ky muaj dhe elhamdulillah që është, sigurisht shumë fetari sforcohen shkaku edhe i ballafaqimit të njerëzve me këshillat dhe zbutjes së zemrave për t'i pranuar ato e kështu me radhë. Mirë, po për të pasur një fetari stabile, për të pasur një rrugtim të mirë në këtë muaj, po edhe për të na vazhduar tutje kjo fetari me lenë Allah subhanahu wa taala, duhet ta sforcojmë pikërisht këtë piknisje. Piknisjen që ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe sa herë që jemi dobësuar të kjo domethënie, jemi dobësuar të arsyeja e ekzistencës dhe rrjedhimisht sa herë që dëshirojmë të japim domethënie jetës tonë, pikërisht të japim duke sforcuar domethënien e qëllimit të ekzistencës që është adhurimi Allahut subhanahu wa taala. E nëse ky synim final i kësaj të vërtetë realizohet, atëherë shpërblimi është i madh tek Allahu subhanahu wa taala. E shohim Imam Ahmedi Buhariu Muslimi nga Muadhi radhiyallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muadhit kësaj. I ka thënë: "O Muadh, a di cila është e drejta e Allahut kundrejt robërve të tij?" Do thotë, çfarë të drejtë ka Allahu të cilës të drejtë i detyron robërit? Ai ka thënë, ashtu sikur është edukata e besimtarit, ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam din osmiri. E pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, e drejta e Allahut kundrejt robërve të tij është që robërit të adhurojnë vetëm Allahun dhe të mos i përshkruajnë atij ortak. Të adhurojnë vetëm Allahun me tauhid, me njësim, duke veçuar Allahun subhanahu wa taala me adhurim dhe duke mos e adhuruar askë tjetër përveç tij. Thotë, e drejta Allahu subhanahu wa taala është që të adhurojnë vetëm atë dhe të mos i përshkruajnë ortak atij, të mos e adhurojnë dikë tjetër krahas Allahut, të mos i lutin dikujt tjetër krahas Allahut, të mos i kushtojnë adhurime dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Asnjë formë të adhurimit që është vërtetuar që përbën adhurim, të mos i kushtohet askujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. E pastaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muadhit, a e di o Muadh se nëse njerëzit realizojnë këtë, do thotë e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, që është qëllimi i ekzistencës, dhe i shmangën shirkut, që është mëkati më i madh dhe më i pafalshëm. Çfarë të drejtë kanë këta, të cilës të drejtë i vetë detyrohet Zoti, të cilës të drejtë i vetë detyrohet Allahu subhanahu wa taala, sepse realisht askush nuk mund ta detyrojë Zotin, po vetë Zoti ja ka vënë vetvetes detyrë që njerëzit nëse adhurojnë Allahun dhe i shmangën shirkut dhe nuk e adhurojnë dikë tjetër krahas Allahut, atëherë e kanë një detyrë të cilën e ka një detyrë Zoti për një premtim do thotë për këtë. E pastaj e pyet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam Muadhin, a di cila është e drejta e njerëzve, e drejta e robërve kundrejt do thotë Allahut, që vetë Allahu i detyrohet se të drejtë. Nëse robërit e adhurojnë Allahun dhe nuk i bëjnë shirk, e pastaj ai sërish thotë Allahu i dërguari ti e di më së miri, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e drejta e tyre është që të mos i ndëshkojë ata. Kështu që nëse realizohet ky qëllim, realizohet arritja më e madhe që të shpëtojmë prej ndëshkimit të Allahut subhanahu wa taala dhe ta fitojmë do thotë kënaqësinë dhe faljen e tij te bareke wa taala. Realisht kjo është detyra e robit. Sikurse i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do thotë Muadhit që kjo është do thotë detyra e robit që robërit të adhurojnë Allahun, ta jetësojnë në jetën e tyre këtë qëllim të ekzistencës që është do thotë veçimi Allahu subhanahu wa taala me adhurim dhe të shmangën adhurimit të gjithë kujt tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith e përmbledh çka është përpjekja e adhurimit, ose me një fjalë e adhurojmë Allahun për ta realizuar këtë si qëllim, mirë po në përpjekje të çkajt, thjesht në përpjekje të realizimit të qëllimit apo edhe në përpjekje të një domethënie tjetër.
Këtë përgjigje, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hapin një hadith që shënon Imam Muslimi prej Abu Malik al-Ash'ariut, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë kështu. Thotë gjithë secili njeri është në një përpjekje. Gjithë secili njeri është në një përpjekje. Del për shtëpisë së tij për të synuar diçka. Nuk ka njeri i cili nuk e ka një përpjekje. Dikush e ka përpjekjen për kënaqësitë e kësaj jete, dikush e ka përpjekjen për fituar autoritet, dikush e ka përpjekjen thjesht për kafshatën e gojës, tjetri e ka një përpjekje për të hyrë në histori me ndonjë kapitull, ku diun çka. Thotë çdo kush e ka një përpjekje, çdo njeri e ka një përpjekje. Mirë, po pastaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë kështu. Thotë dikush thotë del në përpjekje për të shitur vetveten, për të blerë vetveten. Thotë dhe dikush thotë e blen dhe e çliron nga robëria dhe dikush e shet dhe e çon në humbje. Është një formë prej formave të gjuhës arabe që përdoret blerja dhe shitja në kontekstin e lirisë dhe të çlirimit, në kuptimin e atij krahasimit me skllëvrit në periudhat ku ka qenë e përhapur në botë koncepti i skllavërisë dhe i sklllavëpronarëve. Do thotë njeriu është një skllav, njeriu është i rob. Njeriu është në një detyrë të skllavërisë. Dhe ai duhet ta blejë vetveten. Duhet ta blejë vetveten për ta çliruar vetveten. Ai duhet ta blejë vetveten, do thotë duhet bëj diçka, duhet përpjeket me diçka, duhet të realizoj një përpjekje për ta blerë vetveten dhe për ta çliruar, po nëse nuk arrin ta blejë vetveten, atëherë ngelet një rob, ngelet një skllav dhe rrjedhimisht do thotë të ngelet potencialisht për të ndëshkuar dhe për të humbur. Ndaj, nëse kemi në konsiderat këtë domethënie, që gjithkush del dhe është në përpjekje, gjithkush është në një përpjekje të caktuar, le ta kemi të paktën këto net dhe këto ditë këtë domethënie e cila na motivon tek çështja e adhurimit. Do thotë, teksa ne agjerojmë, le ta mendojmë që po agjerojmë për ta blerë vetveten. Po agjerojmë për t'u afruar Allahu subhanahu wa taala, pikërisht për ta realizuar qëllimin e ekzistencës tonë. Me po le ta kemi në konsiderat këtë domethënie. Po agjerojmë për ta blerë vetveten, për ta blerë lirinë tonë, për ta blerë shpëtimin tonë, për ta blerë lirinë tonë do thotë të amshimit. Dhe për ta çliruar nga prangat e mëkatit, për ta çliruar nga prangat e robërisë epshit, për ta çliruar nga prangat e cytjeve dhe mashtrimeve të djallit e kështu me radhë. Do thotë teksa agjerojmë, le ta kemi këtë në konsiderat. Po agjerojmë për ta blerë vetveten, ose teksa e falim namazin e sabahut, që është do thotë një prej veprave më domethënëse që e vërteton fetarin tonë dhe përkushtimin tonë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushdo që nuk ka filluar akoma ta falë namazin, pikërisht këshilla është që në këtë muaj ta shfrytëzoj do thotë fillimin më të rëndësishëm ta bëj pikërisht me namazin e sabahut. Për arsye të madhështisë së kësaj vepre dhe shtimit të imanit në kuadër të kësaj vepre. Do thotë kush e fal namazin e sabahut, i shtohet imani ndoshta si me asnjë namaz tjetër. Dhe rrjedhimisht imani i shtuar nën kupton motiv i shtuar. Imani i shtuar dhe motivi i shtuar nën kupton edhe gatishmëria e shtuar për të vendosur për të falur 5 kohët e namazit. Dhe teksa fillon me fal namazin, teksa fillon fjala bie për shembull pas syfyrit, duron pak dhe e pret namazin e sabahut dhe e fal në kohë, donse ndoshta para Ramazanit nuk e qenë do thotë i përkushtuar në 5 kohët e namazit, tash t'ja përsëritësh vetvetes këtë domethënie. Po e fali namazin e sabahut për ta blerë vetveten, për ta blerë lirinë time, për ta blerë dhe për ta liruar do thotë qafën time prej mundësisë ndëshkimit në ditën e gjykimit. Ashtu edhe pastaj me 5 kohët e namazit gjatë ditës dhe natës, po edhe do thotë fitimi halal dhe i ndershëm. Për shembull, teksa fitojmë ndershëm, teksa punojmë ndershëm, teksa fitojmë halal, teksa i përkushtohemi do thotë pastërtisë së fitimit, le ta kemi edhe këtë domethënë në konsiderat. Po fitojmë halal që ta blejmë vetveten për ta shpëtuar nga ndëshkimi i Allahut. Nuk po fitojmë haram sepse pastaj kjo na rrezikon për të përfunduar tek dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj duhet pas në konsiderat një vërtet kuranore që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an, thotë kanë shpëtuar ata të cilët i kanë pastruar shpirtat e tyre dhe kanë humbur ata të cilët e kanë ndytur dhe e kanë përlyer shpirtin e tyre. Kemi dy koncepte, kemi pastrim edhe kemi përlyrje. Vallë me çka pastrohen zemrat dhe vallë me çka përlyhen. Zemrat pastrohen me adhurim te Allahu subhanahu wa taala dhe përlyhen me mëkatin te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që njerëzit janë dy llojesh në përpjekje. Dikush shkon për ta blerë vetveten dhe për ta shpëtuar, dikush shkon për t'ia shitur vetveten djallit, për t'ia shitur epshit, për t'ia shitur
cytjeve dhe për ta shkatruar, dhe kjo ka të bëjë pikërisht sepse janë dy përpjekje, sepse janë dy lloj shpirtësh. Janë dy përpjekje sepse dy shpirtna nuk janë të barabartë. Nuk është i barabartë shpirti që është pastruar me adhurim dhe shpirti i cili është përblyer me mëkate. Dhe shpirti i cilit i mungon adhurimi është shpirti i ngarkuar me mëkate. Shpirti i cilit i mungon adhurimi është shpirti i cili nuk ka forcë për ta blerë lirinë e vet. Nuk ka forcë për ta çrobruar vetveten, për ta liruar vetveten nga prongat e skllavërisë e cila mund të përfundojë do të thotë në zjarmin e xhenemit. Kështu që përpjekja më e madhe, përpjekja më e vërtetë në jetë është përpjekja për ta blerë vetveten dhe për ta shpëtuar vetveten. Ndaj, nëse e kemi në konsiderat këtë domethënie, e gjojmë që Allah subhanahu wa taala na flet shumë në Kur'an për blerjen dhe për shitjen e vetvetes. Për ta blerë vetveten dhe për ta shpëtuar. Mirë, po kujt ja shesmi vetveten? Ja shesim Allah subhanahu wa taala. Ja shesmi të vetmit që është i denjë për të na blerë. Askush nuk është i denjë për të na blerë. Askush nuk është i denjë për të na blerë, dhe nëse njeriu e nderon vetveten, nëse njeriu e çmon vetveten, nëse njeriu e sheh vetveten të vlefshëm, të çmueshëm, nuk e shet për askë tjetër vetë se për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj Allahu te barekuhu teala për këtë koncept thotë kështu. Thotë me të vërtetë Allahu ka blerë nga besimtarët. Ka blerë nga besimtarët shpirtna dhe pasuritë e tyre në këmbim të xhenetit. Thotë Allahu azza wa jall kërkon prej teje për kushtimin tënd. Kërkon prej teje adhurimin që ti duhet t'ia kushtosh Allahut subhanahu wa taala. Kërkon sinqeritetin tënd. Kërkon vendosmërinë tënde që ti jesh rob i denjë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është tregtia që ti e bën me Allahun subhanahu wa taala. Ja jep vetveten. E shet vetveten, ndonse ti je rob i tij, ndonse ti je krijesa e tij, por kjo është bujari Allahu subhanahu wa taala që krijesën e tij e blen. Dhe e blen në këmbim të xhenetit. E blen në këmbim të xhenetit. Dhe nëse e kemi në konsiderat këtë domethënie, çka i bie? I bie që ti aq i vlefshëm, çmimi jot është vetëm xheneti. Ti je aq i shtrenjtë, saqë çmimi jot është vetëm xheneti. E imagjino sa bie robi poshtë, sa humb njeriu vlerën kur e shet vetveten për çefet e kësaj dhunjaje. Kur e shet vetveten për pavlerësitë e kësaj dhunjaje. Kur robi e shet vetveten për kënaqësitë e përkohshme të kësaj dhunjaje. Ndërkohë çmimi i tij vërtet është që të këmbehet me xhenet. Xheneti, gjerësia e cilit është do të thotë sa qielli dhe toka. Gjerësia e tij është do të thotë aq sa ne nuk mund ta imagjinojmë, dhe pikërisht ky vend është çmimi do të thotë për të blerë shpirtat dhe pasuritë dhe përpjekjet dhe gatishmëritë e robëve për Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allah subhanahu wa taala thotë kështu. Thotë gëzohuni dhe përgëzohuni të keni myshde për këtë tregti. Gjithkush është një tregti. Gjithkush është potencialisht pjesë e tregtive të kësaj jete. Gjithkush është pjesë e një marrëveshje, shitje dhe blerje dhe shfryzimi dhe do thotë përditshmëria që është në natyrës së kësaj jete. Mirë po thotë gëzohuni dhe myshde për ju që keni bërë tregti me Allahun subhanahu wa taala, do thotë sepse ky është shpëtimi i madh. Shpëtimi i madh është kur ti e shet shpirtin tënd, e shet do thotë vetveten tënde për ta fituar shpëtimin e madh të ditës së gjykimit, për ta fituar jetën e amshimit, për ta fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht se thotë Allahu subhanahu wa taala, thotë dhe ka njerëz që e shesin veten e tyre. E shesin veten e tyre për fituar kënaqësinë e Allahut. Ata japin shumë çka prej jetës së tyre. Ata japin edhe rahatin. Ata japin edhe do të thotë komoditetin e tyre. Ata e japin në këmbim për ta fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe thotë Allahu është i butë ndaj robëve të tij. Kjo është butësia e Allahut, nëse Allahu të ka frymzuar që të besosh se ja vlen për të shitur tek Allahu subhanahu wa taala, për të blerë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj Allahu subhanahu wa taala thotë kësaj. Thotë thuaj o Muhammed, i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për t'u drejtuar popullit që është dërguar tek ata. E që përkasim edhe ne në ata të cilët është dërguar i dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam për tek ne. Thuaj o Muhammed, humbësit e vërtet janë ata të cilët kanë humbur veten e tyre dhe familjet e tyre në ditën e gjykimit. Një jetë mund të humbësh në një kontratë, një jetë mund të humbësh në një punë, një jetë mund të humbësh ndoshta edhe në marrëveshje që ndoshta e ke menuar të mirëfillt. Mirë, po humbja më e madhe është humbja që ndodh në ditën e gjykimit, kur e humb vetveten dhe humb do thotë familjen, e humb vetveten kur bëhesh banor i zjarrit sepse nuk e ke falur namazin. E humb vetveten kur bëhesh banor i zjarrit sepse e ke shkelur kufit e Allahut subhanahu wa taala. E humb vetveten kur bëhesh banor i zjarrit sepse nuk e jetuar me udhëzimet e Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ke menduar se jeta është kot. Ke menduar se jeta është thjesht jetojmë. Ke menduar se jeta është thjesht jetojmë sikurse që jetojnë të thotë gjallësat e tjera pa
pa një qëllim të thotë që ka të bëjmë me diçka që duhet ta mendojmë, ta logjikojmë dhe ta përjetojmë me zemrat e shpirtat e tona. Humbësit më të mëdhej janë ata të cilët humbin në ditën e gjykimit vetveten dhe familjet e tyre. Në kuptimin që nëse humb vetveten, vërtet ke humbur shumë. Mirpo nëse humb familjen tënde, në kuptimin që ndoshta shpesh ne mendojmë që ja vlen thjesht ta shpëtojmë vetveten ose nuk është që nuk i kemi këshilluar anëtarët e tonë, fëmijët tanë ose bashkëshortet e tona e kështu me radhë. Realisht, njeriu i cili është i mençur, i urtë, njeriu i cili është përdillimtar dhe ka veti të mira, nuk do të ishte i lumtur nëse do t'i humbte familjen e vet në ditën e gjykimit. Ai të ishte në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ndërkaq bashkëshortja e tij ose prindërit e tij ose fëmijët e tij ose niprit e tij të ishin në zjarmin e xhenemit sepse nuk kanë jetuar sipas udhëzimeve të Allahut dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah azza wa jall, thuaj humbësit më të mëdhej, më të vërtet janë ata të cilët humbin në ditën e gjykimit dhe humbin vetveten dhe familjet e tyre. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, kujdes, kjo është humbja e madhe. Kjo është humbja më e madhe. Kjo është humbja e cila është e pakompenzueshme, është humbja e cila nuk ka kthim mbrapa, është humbja e cila nuk ka një mundësi të ndërheqjes, të përmirësimit, është humbje dhe thot fatale. Ndaj ne shpesh në jetë brengosim edhe mërzitemi për humbjet e kësaj jete. Ndërkohë vazhdon jeta dhe ato mund të kompenzohen, ato madje mund të harrohen, ato mund ndoshta edhe të zëvendësohen me diçka më të mirë. Ke humbur diçka, po pastaj ka ardhur diçka edhe më e mirë. Ndërkaq humbja e ditës së gjykimit është humbja më e madhe. Kështu që ekziston një tregti ku ka humbje dhe ka fitim. Humbja është ata të cilët nuk e kanë shit vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Ndërkaq fitim dhe fitim padyshim i madh, fitim absolut, fitim i përkryer, fitim mahnitës është ata të cilët ditën dhe dinë ta shesin vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe kjo shitje bëhet me adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Ndaj gjeneratat e para tona të mira, të cilat kryesisht aty do të referohemi për shembulltyrat që do t'i shpalosim gjatë këtij muaji në shembulltyrën e përkushtimit në adhurim me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Gjeneratat e para që kishin kuptuar këtë domethënie, që jeta e ka një domethënie, jeta e ka një qëllim. Mirë po është edhe një përpjekje që duhet realizuar, që ta shesim vetveten tek Allahu dhe ta blejmë fitimin, ta blejmë fitimin më të madh, ta arrijmë fitimin më të madh, ta blejmë lirinë tonë dhe shpëtimin tonë, ishin deklaruar kësaj për këtë azim me këtë domethënie. Hasan al-Basriu ka thënë kësaj. Thot njeriu në këtë jetë është i burgosur, është do të thotë njeri i pa liri. Pastaj ka thënë, ai gjithherë do duhej që përpjekjen e tij të adhurimit ta ketë me këtë domethënie, një përpjekje për ta fituar lirinë e tij derisa ta takojë Allahun subhanahu wa taala. E gjithë jeta është një përpjekje për ta fituar që këtë liri të anshimit që ka të bëjë, do thotë për ta liruar vetveten prej prangave të mëkateve tona, prej prangave të rreziqeve të cytjeve të shejtanit, po edhe prej skllavërisë më të keqe, që skllavëria e të jetuarit në epshe dhe në një jetë koti ku nuk ekziston një qëllim. Diku tjetër ai kishte kësaj. Kishte o biri Ademit ti shkon në mëngjes dhe në mbrëmje duke kërkuar fitime. E gjithë jeta jote është në përpjekje të kërkimit të fitimit. Qoftë të fitimeve për të bërë jetën optimale, po qoftë edhe fitimet për të ndrequr jetën e të tjerëve, prej anëtarëve të familjes, qoftë edhe fitimet që ndoshta nuk duhen fare, mirë po thjesht e ki nxjerrë si qëllim të jetës vetëm për të shtuar fitimet. Thotë kjo është përditshmëria jote. Në mëngjes dhe në mbrëmje ti mundohesh që të fitosh. Mirë po thotë le të jetë shqetësimi yt vetja jote, le të jetë shqetësimi yt nefsi yt, le të jetë shqetësimi yt, do thotë trupi yt, le të jetë shqetësimi yt ta fitosh vetveten. Le të jetë shqetësimi yt dhe plani yt dhe ambicia jote ta fitosh vetveten, sepse nuk do të fitosh kur diçka më të vlefshme se ajo. Çkado që ke fituar nga kjo botë nuk është asgjë nëse se ke fituar vetveten. Çkado që ke arrirë në këtë botë nuk është asgjë nëse se ke arrirë vetveten. Sado që do të thotë grumbullosh prej të mirave të kësaj jete, nuk e fituar asgjë nëse je larg vetvetes, nëse vetveten tënde nuk e ke çliruar dhe nuk e ke qorobruar, do të thotë nga këto pranga dhe nga këto skllavëri. Dikush tjetër, Abu Bekr ibn Ayashi ka thënë kësaj. Thotë kur isha i ri, dikush e kishte këshilluar dhe pikërisht këto domethënie sa herë që mirën më herët, sa më në moshë të re, e kanë domethënien dhe vlefshmërinë shumë të lartë, për arsye se
e thjeshtëson rrugtimin e jetës. Thotë Abu Bekr ibn Ayashi, thotë kur isha i ri, dikush më kishte thënë kësaj, dhe fjala e tij asnjëherë nuk më kishte dorë, thotë prej mendje. Kishte thënë, çliroje qafën tënde nga robëria e ahiretit. Çliroje qafën tënde, forma e të shprehurit sikur ka dashur t'ia thjeshtësoj atij një skenë prej skenave të ahiretit, sikur në jetën e amshimit je i prangosur, mirë po ato pranga dhe ato zinxhir janë në qafën tënde. Thotë çliroje qafën tënde, thotë nga robëria e ahiretit, sa të mundesh në këtë botë, sepse realisht në këtë botë jemi për ta fituar amshimin. Pastaj thotë sepse ai që është i burgosur në botën e ahiretit, në botën e amshimit, nuk lirohet kurrë. Nuk lirohet kurrë. Ndoshta në këtë jetë ndodh një mrekulli. Ndoshta në këtë jetë ndodh diçka e cila ose përfundon një afat i robërisë. Ndërkaq nëse përfundon në zjarmin e xhenemit, shkaku i mosbesimit, robëria është e përhershme. Dhe madje edhe nëse nuk përfundon si mosbesimtar ku robëria është e përhershme, edhe nëse përfundon në zjarmin e xhenemit si mëkatar, sërish do thotë jetëgjatësia e jetës në xhenem bën që ta mendosh sikur se të ishte e përjetshme, edhe pse nuk është e përjetshme. Për muslimanin i cili vdes si mëkatar dhe nuk falet për të hyrë drejt për drejt në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, xhenemi do të jetë i përkohshëm, vujtja në xhenem do të jetë e përkohshme. Mirë, megjithatë është aq e madhe, saqë sot ta mendosh atë, do dukej në mendje dhe në përfiturimet e sotit, sikur se do thotë nuk do të lirohesh kurrë. Prandaj sot e fal namazin e sabahut edhe lirohesh nesër. Sot i fal 5 kohët e namazit dhe lirohesh nesër. Sot je i përkushtuar ndaj Allahut dhe nesër lirohesh me lenin Allah subhanahu wa taala dhe gjithherë motivimin për t'ju përkushtuar adhurimit ta mendojmë pikërisht me këtë domethënie që ne po përpiqemi që ta fitojmë çlirimin dhe çrobrimin, do thotë e jetës së amshimit. Muhammed ibn al-Hanafiya, djali i Aliut radiallahu anhu, kishte thënë kësaj: Allahu azza wa jall me të vërtetë ka bërë xhenetin çmimin për shpirtat e juaj. Allahu xhenetin e ka bërë çmimin, vlerën për shpirtat e juaj. Ndaj mos e shisni vetveten për diçka tjetër. Dhe kjo është thirrja pikërisht që kisha pasur dëshirë të nënvizoj nga kjo ligjërat dhe nga ky mësim. Mos e shit vetveten për diçka tjetër veçse për ta fituar xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Mos e shit vetveten thjesht për të pasur një karrierë të bujshme. Mos e shit vetveten thjesht për të pasur një autoritet. Mos e shit vetveten thjesht për të kënaqur fizikun tënd. Mos e shit vetveten thjesht për të arritur diçka që njerëzit e kanë synim, po shitë për ta fituar xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo formë e shitjes dhe blerjes e ka do thotë të qartë mënyrën e tregtimit, e që është do thotë të adhurosh Allahun subhanahu wa taala me përkushtim. Ndaj do thotë Ramazani është shans e mirë për ta sforcuar domethënë në adhurimit. Ramazani është shans e mirë për të sforcuar përgjithsisht domethënie të përkushtimit te Allahu subhanahu wa taala dhe për të vazhduar edhe pas Ramazanit me përkushtimin me adhurim të përkushtuar ndaj Allahu subhanahu wa taala në përpjekje për ta fituar shpëtimin e amshimit, e që është do thotë çrobrimi dhe çlirimi nga këto pranga të cilat do thotë po i trajtojmë. Mirë, po për fund, cila do duhet të ishte çësia dhe fryma jonë në raport me këtë përpjekje. Do thotë, ky është qëllimi i ekzistencës, ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Kjo është përpjekja e adhurimit, që ta çlirojmë dhe të na çrobrojmë vetveten. Mirë, po si ti çasim me kësaj? Cila është fryma dhe çësia që është më e denjë për të realizuar këtë që është kaq esenciale, kaq thelbësore dhe përbën bërtham të krejt do thotë kësaj përpjekje. Ajo që do kisha pasur dëshirë është pikërisht të referoheshim nocioneve kuranore për ta përmbledhur si domethënie. Ajo që padyshim e në veçantë Ramazani është shans e mirë për ta përkapur më thellë këtë domethënie, është do thotë çështja e seriozitetit. Është çështja e një serioziteti që tregon që ne kemi marrë fetarinë dhe adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala si koncept serioz, me madhërim dhe me madhështi. Në kuptimin që të mos shihet çështja e adhurimit thjesht si një mirëbërje, të mos shihet çështja e adhurimit si një e mirë ndër shumë të mira që bëjmë në jetë, ose një e mirë në planin e përditshmërisë tonë. Ajo duhet parë si projekti projekteve, ajo duhet parë si projekti më me prioritet. Adhurimi duhet parë si projekti më i rëndësishëm i jetës. Dita dhe nata jonë të organizohet pikërisht në kuadër të adhurimit, ibadetit për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj Allahu subhanahu wa taala thotë kësaj. Thotë ata të cilët kapen për librin, ata të cilët kapen për librin dhe falin namazin, me të vërtetë ne nuk u humbim veprat njerëzve vepër mirë. Ata të cilët kapen. Se Allahu subhanahu wa taala ka përdorur pikërisht këtë nocion.
Ka dashur pikërisht na edukojnë në këtë frymën e kapjes, e ke kap fuqishëm, e kap dhe për të mos e lëshuar, e kap për të treguar se e ke për një mend. Koncepti ose nocioni i kapjes nuk bën fjalë për një përkushtim dosido, bën fjalë për një përkushtim të vërtetë, bën fjalë për një përkushtim të thotë me seriozitet. Ose një tjetër Allah subhanahu wa taala thotë kësaj, thotë ato këshilla që ne u kemi dhënë, ato shpallët të cilat ne u kemi dhënë, thotë merrni ato me fuqi, merrni ato me forcë, merrni ato me fuqi në kuptimin që merrni ato me seriozitet, merrni ato me përkushtim, merrni ato me një vëmendje të madhe. Mos i merrni sikurse bëhet fjalë për diçka të zakonshme. Mos i merrni ato sikurse bëhet fjalë për diçka e cila nuk është as thelbësore dhe as do thotë jetike. Një tjetër Allah subhanahu wa taala thotë mbahu dhe kapo fuqishëm për atë që ty të shpallët. Mbahu dhe kapo fuqishëm. Do thotë kjo është ajo që duhet të jetë si qasje për të pasur një fetari të vërtetë dhe për ta fituar do thotë lirinë dhe qërobrimin. E shënon Imam Muslimi nga Abu Ayyub al-Ansariu, si Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë teksa ishte duke qëndruar, erdhi një burrë dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Mollzo për një vepër e cila do të më afrojë tek xheneti i Allahut dhe do të më largojë nga xhenemi." Thjesht një vepër, një fetari, një plan, një program i cili rezulton me xhenet dhe shpëtojnë nga zjarmi i xhenemit. Pastaj dur Allah sallallahu alaihi wasallam kishte thënë kësaj: "Adhuroj Allahun subhanahu wa taala." Padyshim, gjithherë përgjigjja do të ka qenë kësaj dhe kështu duhet të jetë. Dëshiron shpëtimin, dëshiron xhenetin Allahu, dëshiron të shpëtosh prej xhenemit të Allahu subhanahu wa taala. Adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Dhe i dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka përgjigjur kësaj. Ka thënë: "Adhuroj Allahun dhe mos i shoqëro atij asgjë. Falë namazin, jep zakatin dhe ruaj lidhjet farefisnore." Pasi që ai largohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kësaj: "Nëse ai kapet për këtë, nëse ai përmbahet kësaj, ai do të shpëtojë. Ai do ta fitojë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala." Nuk ka thënë nëse ai e kuptoi këtë çfarë thash, nëse ai i pati një përshtypje të mirë për këtë fjali. Nuk tha nëse ai do ta ketë pjesë të jetës. Tha jo, nëse ai do të kapet për këtë. Do thotë, nëse do t'i përmbahet denjësisht, nëse do të përmbahet ashtu siç duhet, nëse do të përmbahet me përkushtim, thotë do të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht e shohim Muslimin nga Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi, se kishte ardhur dhe kishte pyetur të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe kishte thënë: "O i dërguar Allahut, më thuaj një fjalë, një rregull, një koncept fetarisë që pas te të mos pyes më askë për fetari dhe për kushtim ndaj Zotit." Në kuptimin që ajo fjali të më ngel mu në një vlerë dhe denjësi të madhe që do të mjaftonte për të qenë një besimtar i pushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dua Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë: "Thuaj kam besuar Allahun, pastaj përqendro." Do thotë ka po fuqishëm për këtë domethënie, ka po fuqishëm për këtë vlerë, ka po fuqishëm për këtë koncept. Do thotë kam besuar Allahun, atëherë adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Atëherë përkushtoj Allahu subhanahu wa taala, bindje Allahu te bareke wa taala. Kështu që esenca dhe përmbledhja e gjithë kësaj teme, ne jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe përpjekja e adhurimit është për ta fituar lirinë dhe shpëtimin ton të amshimit. Ndaj për të realizuar këtë na duhet seriozitet, na duhet përkushtim, na duhet vëmendje, na duhet përnjëmendësi dhe kjo arrihet me ndihmën dhe mbarësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj shpresoj që në këtë net ta shpeshtojmë pikërisht këtë dua që Allahu subhanahu wa taala të na jap mbarësinë në adhurim, që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e meriton ai dhe të na shpërblejë në të dy botët për përkushtimin tonë ndaj tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.